Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio Televizionit të Korçës në Pak nga të gjitha. Shqipëria e Madhe është një ide historike dhe politike që lidhet me bashkimin në një shtet të vetëm të të gjitha trojeve ku jetojnë shqiptarë në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut dhe në Maltezi. Ka qenë një ide e pranishme në periudha të ndryshme historike, por sot është më shumë një koncept diskutimi politik dhe historik, jo më një realitet zyrtar. Samiti i 4 i diasporës është organizuar ditët e fundit për të forcuar lidhjet midis Shqipërisë dhe shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Sigurisht qëllimi është të përfshihet diaspora në zhvillimin ekonomik, kulturor, social të vendit, natyrisht edhe në rafshin arsimor. Pikërisht për këtë arsye, për këtë të fundit ne do të kemi mundësi sot të flasim më gjerë e gjatë. Do të flasim pikërisht për përpjekjet që kanë bërë prej vitesh shqiptarët emigruar jashtë kufive shqiptar, kryesisht masiviteti i tyre ka ndodhur pas viteve 90, për të treguar përpjekjet që janë bërë nga intelektual të ndryshëm, të cilët kanë zgjedhur të jetojnë pas viteve 90 jashtë Shqipërisë. Përpara se sa të prezantoj të ftuarin të ditës së sotme, por jo vetëm edhe një panel tjetër që pret të lidhet drejt për drejt me ne jashtë kufive shqiptar, unë do të kem mundësi t'ju ofroj të gjithë teleshikuesve një mendim me vlerë nga kolegja e Radio Televizionit Publik Shqiptar Edlira Birko, e cila prej më shumë se 2 dekadash tashmë drejton emisionin Arsim Auditor. Prej vitesh, 15 vite më parë, ajo e ka trajtuar pikërisht kontributin e elementve shumë të rëndësishëm përtej kufive shqiptar, të cilët kanë dhënë idetë, mendimet e tyre se si mund të forcohen pikërisht këto lidhje mes Shqipërisë dhe diasporës. Ne do të ndjekim pikërisht një mendim të saj në këto minutat para të këtij emisioni, duke përmendur sigurisht kontributin e njerëzve krejtësisht të veçantë, edhe krijimin e një shoqate e cila është krijuar në fillim të viteve 90, e do të rikthehemi për të prezantuar të ftuarën e ditës së sotme. Unë ju falenderoj që më bët pjesë të këtij emisioni. Në radhë të parë dëshiroj të përshëndes të gjithë kolegët e Radio Televizionit shqiptar, degës në qytetin e Korçës, me të cilët prej vitesh kam një bashkëpunim të jashtëzakonshëm në emisionin Auditor Arsimi, për të mos na munguar zëri mësuesve, pedagogëve, shkencëtarëve që vinë nga një prej qendrave më elitare të mendjes, sikurse është qyteti Korçës. Qyteti Korçës jo vetëm që është qyteti i shkollës së parë laike, jo vetëm që është qyteti i dijes, por mbi të gjitha, ku edhe ka një traditë të mirë të diasporës, sepse shumë herët kanë emigruar drejt shteteve të ndryshme, Rumani, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bullgari, Egjipt, dhe pastaj janë kthyer për të dhënë kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në qytetin e Korçës, duke u bërë model se si mundet diaspora të ndihmoj Shqipërinë. Ashtu sikurse mjaft prej personaliteteve elitar të qytetit Korçës e bën atë për Korçën, por ne nuk kemi pak elitar, emigrant, të cilët kanë bërë maksimumin e tyre për Shqipërinë. Unë në fakt dua të sjell këtu një eksperiencë shumë të bukur që ne kemi me Auditor Arsimin, dhe në këto momente kur Shqipëria sapo ka mbyllur edicionin e 4 të samitit të diasporës, ndihem emocionuar sepse këtu e 15 vite përpara, duke bashkëpunuar me një nga institucionet elitare të krijuar në diasporë me diasporën shkencore, siç është Instituti Alp Shkenca, nisëm të artikulojmë nëpërmjet Auditor Arsimit nevojën të një bashkëpunimi të mendjes ku janë shkencëtarët shqiptar të cilët punojnë në qendrat më të mira në universitetet dhe laboratorët më të shquar të botës për të bashkëpunuar me Shqipërinë. Dua të falenderoj këtu në radhë të parë profesor Dr. Niko Qafoku, një nga shkencëtarët elitar që punon në një prej laboratorëve më të rëndësishëm ku hartojnë projekte me shtëpinë e bardhë, për të kaluar pastaj te profesor Fatos Sylli, te profesor Adrian Maçi, te profesor Zeqirian Eziri, te një numër i madh profesorësh elitar të Institutit Alp Shkenca, të cilët të profesor Arben Merkoçi, të cilët na kanë ndihmuar për të artikuluar për këtë nevojë të madhe se si mund të bëhet bashkë shteti,
dhe diaspora shkencore, se si mund thithet mendimi i diasporës shkencore. Në fakt, prej disa vitesh është edhe AEDF-ja, e cila ka krijuar një rrjet bashkëpunimi për të lidhur diasporën shkencore shqiptare me universitetet shqiptare për të bërë projekte të përbashkëta me studiusëve shqiptar atyre që janë jashtë dhe studiusëve shqiptar që ndodhen në universitetet tona, por edhe për të mbajtur edhe leksione të hapura. Natyrisht ka ende shumë punë për të bërë, sepse numri i shkencëtarëve shqiptar në botë është shumë i madh, sepse jo të gjithë janë të regjistruar, për fat një pjesë e mirë e studentëve dhe nxënësve elitar shqiptar zgjedhin të studiojnë në universitetet më të mira të botës dhe një pjesë e tyre kanë ndjekur edhe rrugën e karrierës akademike. Kanë mbrojtur doktoratura shkëlqyshëm në qendrat më të mira shkencore në botë dhe jo të gjithë janë të identifikuar, jo të gjithë kanë mundur shteti të krijojë urat e komunikimit, por gjithsesi duhet thënë, vërtet jemi në samitin e 4 të diasporës, unë ndoshta pak pata mundësi që ta ndjek në samitin e parë, në të dytë, por edhe në të tretin kam qenë pjesë edhe në diskutime të paneleve që janë organizuar për të arritur më të mirën për arsimin dhe kërkimin shkencor shqiptar. Një drejtim tjetër për të cilën ne ndjehemi mirë është se në auditor arsimi kemi trajtuar shumë më herët edhe çështjen e mësimit të gjuhës shqipe në botë. Si kurse ka dalë nga të dhënat, nga Drejtoria Qendrore e Diasporës, janë mbi 8 milion shqiptar që janë në botë dhe 2 milion janë në Shqipëri. Por pjesa më e madhe e fëmijëve shqiptar ende nuk kanë mundur të integrohen në shkollat ku mësohet gjuha shqipe dhe të marrin mbështetjen e tyre. Sërish mund të themi që duke ngritur këtë çështje me shqetësim në auditor arsimi, duke bashkëpunuar edhe me kolegët tanë nëpërmjet kamerës Radio Televizion Shqiptar, por me kolegët që janë në studion tuaj në Korçë, kemi mundur edhe me studiot tjera, kuptohet, kemi mundur të sensibilizojmë dhe pse jo të sjellim modelet më të mira të mësuesve të cilët bëjnë më të mirët për fëmijët shqiptar që të mos harojnë gjuhën shqipe. Duhet shumë punë? Po, ka ende rrugë të gjatë. Por ne duhet të ndjehemi me fat që ky rrugtim për ta bërë bashkë diasporën shkencore, diasporën në veçanti, për të kontribuar për fëmijët tanë që ndodhen jashtë, që të mos harojnë gjuhën shqipe, edhe samiti 4 i diasporës ka hedhur themele të qëndësishme për një rrugë të sigurt për këtë bashkëpunim shumë të nevojshëm për ta bërë Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian. Një gjë dëshiroj të drejtohem nëpërmjet Kamerës së Radio Televizionit Shqiptar dhe tani nëpërmjet studios RTS Korçës. Hapja e negociatave me Bashkimin Evropian nuk është vetëm përgjegjësi e shtetit, është përgjegjësia e gjithëve ne. Nëse momentet më të vështira janë fëmijët tanë që ndodhen jashtë, fëmijët e shqiptarëve të cilët i kanë ndihmuar duke dërguar remitanca, por edhe ne si prindër kemi bërë maksimumin e mundshëm që të shkollojmë fëmijët tanë aty, duhet që të jemi të gjithë përkrah dhe të bëjmë punën tonë në këtë rrugtim të vështirë, sepse ne jo vetëm që duam të jemi pjesë e Europës, por ne duam të japim një mbështetje shumë të madhe fëmijëve tanë, të cilët na kanë bërë krenar duke arritur rezultate shkëlqyeshme në botë, që të bëhemi sa më shpejt pjesë e Bashkimit Evropian. Ndaj kërkojmë ndihmën e diasporës, të na ndihmojnë ne dhe ne së bashku më të mirën për të gjithë shqiptarët që ndodhen në diasporë. Unë ju falenderoj dhe besoj se keni edhe mesazhe të tjera që mund t'i transmetoni gjatë kësaj speciale realizuar nga RTS Korça. Faleminderit, ishte kënaqësi. Duke falenderuar edhe njëherë kolegen Edlira Birko, me njëherë prezantoi të ftuar në mbrëmjes së sotme Majlinda Lipi, është zëdhënëse shtypje e lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi. Majlinda, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Përshëndetje, ose më saktë po them një fjalë që unë e dëshiroj shumë ta përmend, tungjatjeta. Është fjala më e bukur në gjuhën shqipe, fjalë që ne mundohemi t'ja mësojmë fëmijëve tanë aty në Greqi, sepse a ka më bukur se sa i uron tjetrit tu zgjat jeta. Dhe prandaj doja ta nisja me këtë urim, tungjatjeta. Majlinda, ne në fakt kemi pasur mundësi të takohemi nëpërmjet lidhjeve Skype, pikërisht në ato emisione, në ato puntata ku unë kam menduar se shumë e rëndësishme të flasim për zhvillimet e fundit të gjuhës shqipe përtej kufive shqiptar. Edhe dua ta falenderoj se menjëherë ju përgjigj ftesës time, sapo mbërriti në Shqipëri, më kontaktoi dhe
kënaqësi shumë e madhe që e kam tani drejt për drejt në studio për të folur pak më gjerë e më gjatë, ashtu sikurse na ofron komoditetin studioja. Duhet theksuar në fakt që kontributi i shqiptarëve në shtetin qindër të Greqisë ka nisur herët në fakt me organizata të ndryshme, me shoqata të cilat janë krijuar në fillim të viteve 90. Unë do të përmend disa emra, siç është në Selanik për shembull Dashamir Zaçe, i pari ndoshta ndër mësuesit të cilët me iniciativën dhe vullnetin e tij ka filluar punën me fëmijët e familjeve shqiptare, përdhjuar më pas me një tjetër kolege të tij e cila ka dhënë një kontribut të çmuar sërish në Greqi, Mimoza Bekollari, e cila aktualisht jeton në Zvicër e vazhdon të japë të njëjtin kontribut për familjet e për fëmijët konkretisht të familjeve shqiptare që jetojnë prej vitesh në Shqipëri, ndoshta më tepër të shqiptarëve të Kosovës, organizata të cilat janë krijuar me kalimin e viteve si Progresi me kryetar Aleksi Janaqin, më vonë një shoqatë e cila drejtohej nga Theodori Miho, aktualisht pjesë e saj edhe një tjetër mësuese Eva Paloka, një shoqatë e krijuar sërish në fillim të viteve 2000, shoqata Nën Tereza e drejtuar nga Arjan Cara, mësuesit të cilat kanë dhënë kontribute siç ishte Valbona Hustina apo shoqata Fari që drejtohet nga Shqiponja Pedlokaj. Kështu që unë i përmenda me ato informacione që kam marrë, ndoshta mund të ketë dhe të tjerë njerëz të cilët vazhdojnë të japin kontribute, por ajo që është shumë e rëndësishme është që kjo punë vijon nga mësueset dhe mësuesit të cilët vazhdojnë të jetojnë në shtetin qindër të Greqisë. Vetëm ditën e djeshme është mbyllur samiti 4 i diasporës, është organizuar për të 4-tin vit radhazi dhe më vjen shumë mirë që lidhja e mësuesve shqiptarë në Greqi është nderuar me çmimin Shqiponja e Artë. Ju urojmë për çmimin që keni marrë. Faleminderit në emër të gjithë mësuesve të lidhjes të mësuesve shqiptarë në Greqi. Ishte një nder dhe vlerësim për gjithë atë punë të palodhur, të gjithë atyre heronjve të eshtër, siç e përmendin edhe kur morëm çmimin që u përmend, heronjtë të eshtër të Greqisë, sepse puna e tyre nuk ka fjalë, është e paimagjinueshme. Sakrificat janë të pamata. Në fakt, Majlinda, cili ishte qëllimi kryesor i samitit të diasporës në Tiranë? Mendoj se qëllimi kryesor ishte që të forcohen lidhjet midis shtetit tam, shtetit shqiptar, dhe diasporës. Në këtë formë të ruhen lidhjet, kishte në fokus samiti gjithashtu rolin e identitetit, ruajtjen e identitetit të gjuhës shqipe në diasporë, sepse dihet që gjuha është identitet, është kulturë, është traditë. Dhe tradita shpirtërore ka shumë vlerë dhe samiti besoj se e trajtoi dhe këtë gjë në tematikën e tij. Në fakt, çfarë temash u diskutuan gjatë samitit? Pjesëmarrja në samit ishte shumë e madhe, gjithashtu dhe temat që u trajtuan ishin shumë të larmishme, ishin rreth 18 panele, ku temat ishin të ndryshme, dhe një ndër to që ne mësuesit e gjuhës shqipe në diasporë e ndoqëm me interes, ishte certifikimi dhe standardizimi i gjuhës shqipe në diasporë. Ishte një panel që u drejtua, u moderua nga drejtoresha e Qendrës së Botimeve për diasporën zonja Mimoza Hysa, dhe fjalën kryesore e mbajti dhe ministri e arsimit, zonja Mirela Kombara. Është një panel që u ndoq me mjaft interes, u diskutua për çështje që kishin të bënin me standardizimin dhe certifikimin, dhe mendohet që në të ardhmen të ruhet dhe të ndërtohet agjencia, bile ata kanë menduar dhe kanë krijuar projektin, e Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe certifikimin e gjuhës shqipe në diasporë. Mirë, ne do të ndërpresim për pak momente bisedën, ne do të mirëpresim në një lidhje të drejt për drejt Iris Bali Hajdinaj nga Greqia. Iris, përshëndetje, mirë se erdhe në ekranin tonë. Edhe faleminderit për ftesën, ju uroj suksese. Iris, është kënaqësi në fakt të flasësh për një event shumë të rëndësishëm që është zhvilluar këto ditë në Tiranë, Samiti 4 i diasporës, që natyrisht nuk do të linte pa përmendur punën e jashtëzakonshme që bëjnë mësueset shqiptare në shtetin qindër të Greqisë, një ndihmë të jashtëzakonshme që ju jepni për të ruajtur jo thjesht gjuhën shqipe, po për ta përvetësuar mirë atë,
për ta mësuar ashtu si që ndodh me fëmijët tanë këtu në Shqipëri. Iri, sa vite ke që punon si mësuese dhe jep këtë kontribut? Unë kam filluar që në vitin 2008, në Greqi jetoj nga vitin 1997, por në 2008, si duket ato vitet e para se u martova, u bëra dhe u nën me 2 vajza, në vijim të jetës, mbas 11 vjetësh ndoshta gjeta dhe atë forcën dhe dëshirën për të kthyer në identitet, për të parë dhe si filologe gjuhë shqipe, domethënë dhe si profesion, por dhe si nënë, gjeta si detyrë ndaj fëmijëve të mi dhe vajzave të mia, kështu që fillova të kërkoja më shumë rreth komunitetit shqiptar. U bashkova me shoqatën Nën Tereza që ishte asaj kohe, domethënë nismëtare gjuhë shqipe dhe kam dhënë mësim aty rreth 6 vjet pa pushim dhe në vijim domethënë dhe me organizatën Jeta deri më sot, që jam dhe si kryetare e Greqisë Veriut, por mësimdhënia ka qenë sigurisht një obligim, një detyrë, një angazhim kryesor, sepse duke parë që ndjesia e asimilimit të gjuhës shqipe ishte shumë më thjesht të humbej se sa të zhvilloj mësimi që ishte një detyrë jona për ta ruajtur. Do të thoja një detaj i cili mua më ka bërë përshtypje që sa kam shkelur këmbën në 1997, cila unë kisha mbaruar universitetin gjuhë letërsi, por pak të një orë që gjeta aty gjuhën greke nuk e zotroja fare, anglisht dhe italisht përveç shqipes, dhe kështu që komunikoja shumë anglisht në atë periudhë. Disa të njohur shqiptar që njëri thash më orientoi pak çfarë po më thon këtu te zyra në greqisht se s'pari ta kuptoj dhe më thonë që më vjen keq nuk të ndihmoj dot në shqip sepse i kam haruar. Më dukur pak shumë shokuese sepse ishin thjesht po ta mendosh 7 vjet ishte migracioni, duke menduar nga viti 90 nëse kishte filluar dikush. Dhe tashmë unë kam 29 vjet që jo e zotroj, jo s'është asimiluar, jo s'është haruar, po jam dhe krenare. Dhe për brezat e rinj, paktën konkretisht për vajzat e mia, por dhe për nxënësit tanë të rinj që po përpiqemi dhe po e ruajmë me mishë me shpirt, ta trashëgojmë ashtu siç duhet, sepse është identiteti kombëtar. Irise, kishe një përvojë në Shqipëri si mësimdhënëse? Jo, nuk e kam pasur, s'kam pas asnjë lloj përvoje pune në Shqipëri, direkte sa isha mbaruar, domethënë diplomuar, dhe nuk kam punuar asnjëherë në Shqipëri, ndoshta kjo është çështje fati. Dhe direkt punën e ke filluar me fëmijët shqiptar në Greqi? Punën e profesionin në mësimdhënies, unë punën në Greqi e kam filluar në një shtëpi botuese mbasi mbarova studimet në Universitetin Aristoteli, mbrojta gjuhën. Që puna ime parë ka qenë në shtëpi botuese rreth 9 vjet, dhe ajo ka qenë një eksperiencë shumë e bukur sepse tash është prap në fushën e letërsisë, në fushën që unë isha pasion dhe që kisha studiuar. Dhe prej 17 vjetësh nga 2009 deri më sot jam asistente sociale në mbrojtje të fëmijëve të keq trajtuar nga familjet e tyre dhe paralel jam pedagoge jashtme për shëndetin mendor në Universitetin City College. Iris, më thej që fillimisht i e bashkuar një shoqate Nën Tereza. Kush e kishte krijuar atë dhe cili ishte qëllimi kur ajo kishte filluar në hapat e saj të parë? Ajo kishte prek vitesh ishte filluar, unë atëherë ndesha, nëse nuk gaboj, më duket diku nga viti 1998, por kontatova, njoftimin e gjeta në gazetë. Dhe vërtet ai njoftim në gazetë bënte thirrje për mësuese vullnetare, cila më dha një entuziazëm shumë të madh, sepse ishte diçka që po e kërkoja. Dhe kur kam kontaktuar me Valbona Styrnën, e cila ishte kryetare e shoqatës Nën Tereza Vazhdon deri më sot që të jetë staf i saj, më pa shumë entuziaste në telefon dhe më tha, më fal, po të bëj një gjë të qartë që është vullnetarisht. Dhe i thash, po njoftimi është shumë i qartë, i thash. Jo, thash i qartë, po kur vim këtu ta kërkoj rrogë. Dhe jo, ishte dëshira, thash, ishte pasioni, të diela tona tashmë u shndruan në mësimdhënie, aty ku ishim integruar ato 11 vitet e para, premte shumë diel të largoheshin nga qytetit me fëmijë, të iknin domethënë në periferi për të argëtuar, tashmë diela u përqendruar tek mësimdhënia e gjuhës shqipe. Dhe mbas kaq vitesh e them që është vërtet për të ardhur keq sepse fëmijët tanë neve i kemi stërmunduar. Prandaj ideale do ishte që gjuha shqipe të ishte një gjuhë e huaj ndër gjuhët e tjera paralele që mësit në fëmijët tanë mësojnë nëpër shkolla. Sepse në sistemin e arsimit grek, që në klasë të parë fillon gjuha angleze. Nga klasa e tretë fillon gjuhët e dyta të huaja, të cilat janë me zgjedhje të lirë, mund të jetë italishtja, frëngjishtja, gjermanishtja. Atëherë, pse mos jetë një ndër këto gjuhë edhe shqipja?
fëmijët tanë vizotrojnë numrin e fëmijëve që janë në shkollat greke, konkretisht në Selanik. Përqindja më e madhe e fëmijëve në shkolla janë shqiptarë. Kështu që kishte një gjuhë e huaj e zgjedhur nga fëmijët, mund të zgjidhet edhe nga fëmijët, s'ka rëndësi, por rëndësi të themi për fëmijët tanë e cila është gjuha e tyre nënës. Dhe kjo do t'ju leconte dhe jetën e tyre, përditshmërinë e tyre, për arsye sepse përveç ngarkesës shkollore që kanë fëmijët, ashtu sikurse në çdo vend të botës, kanë edhe kurse jashtëshkollore, hobi, pasione, kanë kurse mësimore jashtëshkollore. Atëherë neve dhe këtë të diel ose të shtunë në të gjithë Greqinë flas konkretisht, ju aprivojmë këtë të drejtë, duke i dhënë edhe gjuhën e nënës. Një intervistë që kam pasur tek zoti Abdurrahim Mashiku, gazetari në Afrin, ka qenë vërtet një moment konkret. Kam qenë të dyja vajzat e mia, vajza e madhe 7 vjeçe, vogla 2 vjeçe, dhe vrapoja të kapja autobusin të dielën që të shkonin tek ambientet e Universitetit Aristotelit në zhvilluar mësimin e gjuhës shqipe. Aty vajza e madhe, duke nxituar për të kapur autobusin, takon një shoqen e saj greke në të shkollës fillore. Dhe shikon me një çantë shkollë dhe i thot shoqja: "Për ku po vrapon kështu?" Dhe i thot: "Po shkoj në shkollë." Dhe i përgjigjet shoqja, i thot që vjen Terezi, është e diel sot, nuk kemi mësim. Dhe reflekton pak vajza, i thot: "Po jo, po unë shkoj tek gjuha shqipe." "Okej", thot ajo dhe largon. Në momentin e autobusit, duke qëndruar brenda ulur aty në kohën që prisnin të arrinin në destinacion, vajza e madhe po mendoi dhe tha: "Mami, përfundimisht unë s'kam asnjë ditë pushim në javë." Sepse ajo zhvillonte edhe një sport noti, në cilët të shtunave kishte goxha të ngarkuar me stërvitje. Dhe aty vërtet u ndjeva pak keq dhe thash i vërtet, si tërheqim, i marrin fëmijët dhe i imponon. Pra tash më ka lindur nevoja, ka kërkesë i risë, ose të themi ka interes nga familjet shqiptare që pikërisht këto ditët pushim tua privojnë fëmijëve për të mësuar gjuhën e nënës? Shiko, ne nuk përpoqëm tek kursi Organizata Jeta që mësimin ta zhvillonim të mërkurave, për arsye pikërisht këtë që diela të mbetej diela familjare. Kërkesa ka, dhe ajo që mund të them është që emigracioni vazhdon. Në çfarë kuftimi emigracioni vazhdon? Ka shumë të rinj që marrin nuse, vajza të reja nga Shqipëria, kështu që vinë mama të reja, lindin fëmijë të rinj. Këto mama të reja akoma më shumë kërkojnë më me këmbgulje që mos humbet gjuha shqipe dhe tek fëmijët e tyre, më shumë këmbgulje se ato vitet e para, në vitet 90, ndoshta ka qenë një mentalitet dhe të kushte, do me thënë, më të vështira ekonomike, kurse tashi kushtet ekonomike janë pak më të mira, sepse baballarët, do me thënë, që marrin nuse nga Shqipëria në një gjendje më të mirë ekonomike. Ka një stabilizim ekonomik, ndryshe nga vitet e para që ka qenë edhe një lloj presioni nga shoqëria, në fakt. Bravo, dhe mamat, do me thënë, janë më këmbgulse që fëmijë. Ndoshta më të ndërgjegjshme. Më të ndërgjegjshme, po edhe ato nuk e zotrojnë gjuhën, sepse nuse të reja që kanë ardhur dhe duan dhe fëmijët e tyre, domethënë të jetë kjo pjesa të vazhdojë. Dhe kjo gjë është shumë pozitive, është shumë pozitive. Iris, sa mund të shkojë numri fëmijëve tek të cilët ti jep gjithë potencialin tënd për ta mësuar gjuhën shqipe? Shiko, nuk thash, banorët në gjithë Selanikun me Halkidikin janë 250.000 banorë. Flasim, po ti përmbledhësh në një qytet të madh, besoj sa Elbasani, nuk e di, një qytet i madh i Shqipërisë, të cilët thash, çiftet e reja ka goxha lindje, tek çiftet e reja ka fëmijë në përklasa mesatarish, domethënë nga eksperienca që kam mundon me shkollat, nëse një klasë fillore ka zakonisht 18 fëmijë, të mendosh që diku 10 me 12 janë shqiptar. Flasim për një masë të madhe. E kuptoj. Unë nuk e di se si janë marrëdhëniet tuaja me Ministrinë e Arsimit në Shqipëri, e se sa keni mundur ju ta paraqesni këtë kërkesë që gjuha shqipe, pse jo, të bëhet pjesë e sistemit arsimor në Greqi. Mbaj mend që në vitin 2008 ka qenë një kërkesë, që në 2008 dhe pareshën në çdo konferencë, në çdo seminar të mësimdhënies së gjuhës shqipe që kam pasur fatin të marr pjesë gjithmonë, domethënë të mësim të diasporës që janë zhvilluar në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, që kanë qenë bashkëpunëtor Ministria e Arsimit të Shqipërisë, Ministria e Arsimit të Kosovës dhe Maqedonisë, për arsye sepse flitet për të njëjtën gjuhë, për gjuhën shqipe.
por nuk është realizuar deri më sot. Te kjo thash, do ishte një ideale dhe për fëmijët tanë dhe për brezat në vijim, sepse do ishte një gjuhë e zgjedhur dhe do ishte në orarin e mësimit, të mësimdhënies. Dhe për fëmijën, domethënë nuk do ishte kjo pesha e jashtë shkollore, domethënë që bëhet në përkurse, deri më sot nuk është realizuar të jetë në një shkollë shqipe. Ka vetëm kurse jashtë shkollore, të cilat në përqindje më të madhe në gjithë Greqinë zhvillohen në fundjavë. Iris, me tekstet tashmë jeni të stabilizuar? Shiko, me tekstet jemi të stabilizuar, kemi pasur gjithmonë dhe në vitet e para në forma të ndryshme i kemi siguruar. Por nuk më pëlqen të flas fjalë të mëdha për veten time, por sinqerisht mund të them që tashmë ndihem një eksperte e gjuhës shqipe në mësimdhënien e emigracionit. Fatkeqësisht librat nuk janë të përshtatshëm për fëmijët që rriten në Greqi, sepse duhet ata libra të përpilohen nga ekspertë të cilën e njohin shumë mirë gjuhën greke, sepse një fëmijë i lindur dhe i rritur në Greqi ka të tjerë tinguj, ka të tjerë forma se si i thith në gjuhën shqipe ato format e komunikimit dhe të përpilimit të fjalëve. Kështu që të gjitha këto, ne si mësuese duke nisur nga vetja ime, unë përpiloj një tekst të ri, përpiloj një orë mësimi të re komplet, se si ai jap atij fëmije, se si që ai ta kuptoj dhe ta asimiloj, duke mos asimiluar fare shkronjat për të hyrë tamam në tekstet e gjuhës shqipe. Neve zakonisht tekstet që në vitet e para na vinin tekstet që u jepet fëmijëve këtu në shkolla. Ata i fëmijë ato tekste ka që shkon ditë për ditë, që mëson gjuhën. Nuk është, neve po ta mendosh, maksimumi 40 orë mësimi janë gjatë gjithë vitit. A kupton domethënë se sa e përmbledhur duhet të jetë ajo lënda dhe mos jetë edhe në formën domethënë që t'i vi fëmijës në një formë shumë të vështirë që të trembet me këtë marrje. Kështu që ato librat vërtet ndihmojnë, por thjesht që fëmia të ndjehet që ka një libër. Unë te ky konkluzion kam arritur. Nuk është tamam një libër i një gjuhe të huaj. Duhet të jetë një libër i gjuhe të huaj për fëmijët fillestar, siç është niveli A, B dhe C. Këto ekzistojnë, por ekzistojnë për të rritur. Faktikisht ka, domethënë në Greqi. Por duhet të jetë për fëmijë të vegjël, për fëmijë të cilët fillojnë në klasën e parë direkt të mësojnë dhe gjuhën shqipe, se zakonisht regjistrimi në përkurse fillon direkt kur fëmia shkon në klasë të parë. Kështu që duhet të jetë tamam ajo adeptarja e një gjuhe të huaj. Iris, të falenderoj shumë për mendimet që ndave me ne në këtë studio, të urojmë suksese në punën tënde. Uroj vërtet që të jetë sa më i madh numri fëmijëve të familjeve shqiptare që vazhdojnë ta duan gjuhën shqipe, jo thjesht si një gjuhë, po ta përvetsojnë mirë atë. Qëllimi ky është ruajtja e identitetit dhe e gjuhës, duke filluar nga neve dhe duke trashëguar sa më bukur tek fëmijët brezat e rinj. Faleminderit Iris, të urojmë punë të mbar. Faleminderit dhe juve sukses. Kishim një lidhje të drejtë për drejtë nga Greqia, Iris Bali Hajdinaj, mësuese e cila vazhdon të jap kontributin e saj në Greqi pikërisht me fëmijët shqiptar për të përvetësuar e për të mësuar sa më mirë gjuhën shqipe. Cili ka qenë mendimi juaj, ndoshta edhe i kolegeve tuaj, si mund të forcohet bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe diasporës? Duhen ura komunikimi. Dialogu duhet jetë në qendër të vëmendjes, jo ku të ketë më shumë fjalë, po të ketë dialog, të ketë ide, projekte, të cilat nuk mund të mbeten vetëm në letër, por të konkretizohen. Dhe nëpërmjet bashkëpunimit, nëpërmjet shpërndarjes, shkëmbimit të mendimeve, ideve, është më së nevojshme që dhe mendimi i mësuesve që punojnë dhe jetojnë në shtetin grek apo dhe në shtetet e tjera duhet merret parasysh, sepse flasim për diasporë, por diasporën e bëjnë emigrantët, mësuesit, ose punojësit e tjerë. Dhe në fakt si ndikon diaspora në ruajtjen e kulturës, të identitetit? Diaspora është një element kyç, mendoj unë, në ruajtjen e identitetit, të traditës dhe të kulturave tona. Kultura shqiptare është aq e rëndësishme për fëmijët tanë, sepse në këtë formë ne ruajmë lidhjet që kanë brezat që po vinë me vendin nam, forsojnë marrëdhëniet midis tyre. Dhe në këtë formë, pavarësisht vështirësive që ne na dalin përpara, mundohemi që t'i japim sa më shumë atë dheut në këtë formë.
Ju çfarë pritshmërie keni nga ky samit që tashmë ka përfunduar? Është i katërti vit radhas dhe sigurisht që çdo vit samitet sjellin diçka të re. Po tani pritshmëritë tuaja për këtë vit. Unë në fakt, pavarësisht se samiti ishte i katërti në radhë, brenda këtij 10 vjeçari, për mua ishte era e parë që isha pjesë, pata nderin dhe kënaqësinë të isha pjesë në punimet e këtij samiti, dhe pritshmëritë tona, diskutimet që zhvilluan, kishin të bënin me sfidat që ne mësuesit ose dhe gjithë emigrantët kemi në Greqi apo në vende të ndryshme. Një ndër problemet që u diskutua ishte dhe rritja, ose më saktë, rritja e numrit, mbështetja për zgjerimin e kurseve të mësimdhënies. Sepse sa më shumë kurse të hapen, aq më shumë dhe gjuha shqipe do përhapet. Dhe kjo ishte një nga pikat kryesore, ose mund të them më mirë, një nga kërkesat që u parashtrua. Gjithashtu një ndër kërkesat ishte që kontributi vullnetar i mësuesve të kthehet në vite pensioni, sepse mësuesit, jo vetëm në Greqi, po kudo, kanë vite që kontribuojnë vullnetarisht. Dhe kjo do të ishte dhe në të mirë të mësimdhënies, sepse në këtë formë edhe motivohen mësuesit. Unë do të ftoja në fakt teknikën të sjellim pikërisht atmosferën e këtij samiti nëpërmjet disa fotove, që në fakt Majlina na ka vënë në dispozicion në këto ditë të bukura, janë mësueset, koleget tuaja. Po, janë koleget e mia të lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi. Atje jemi të gjitha bashk, ashtu siç kemi qenë gjithmonë si një trup i vetëm, për të përballuar çdo gjë që ne na del përpara, çdo sfidë, çdo vështirësi. Këtu në foto jemi bashkë me ambasadoren, zonjën Luela Idaraga, e cila është një mbështetje mjaft e fortë për gjithë komunitetin shqiptar në Greqi, është një shtyllë ku ne mund të mbështetemi për zgjerimin e kurseve dhe për gjithçka që ne na duhet. Dhe këtu përsëri me koleget. Një samit i cili, le të themi, ju bëri sërish bashkë. Po. Ju bëri sërish bashkë për një qëllim të përbashkët. Qëllimi ynë. Qëllimi është i përbashkët. Edhe atmosfera besoj ka qenë... Ishte një atmosferë, unë prandaj e citova dhe pak më lart tash, ishte hera e parë që unë merja pjesë, por kënaqësia ishte mjaft e madhe sepse unë ndodha midis kolegëve që kisha, jo vite pa i parë, po që i kisha parë thjesht nëpërmjet ekranit. Ose njoha dhe takova kolegë. Ju, Majlinda, ishit pothuajse të gjitha nga Greqia, apo vini nga shtetet e tjera? Në skenë, atje jemi në skenë, është momenti që ne kemi marrë Shqiponjën e Artë dhe kemi qenë vetëm 30 mësueset të lidhjes. Të lidhjes së mësuesve. Të lidhjes së mësuesve që kryesisht lidhja përbëhet nga mësues nga cilat vende? Shiko, lidhja e mësuesve të Greqisë flet, domethënë ka mësues vetëm nga Greqia. Vetëm nga Greqia. Vetëm nga Greqia. Po ndërkohë në samit, a merrni pjesë mësues nga vende të tjera? Po, nga Italia, nga Zvicra, nga Anglia, kolege, nga Amerika, shumë kolege. Kam pasur kënaqësinë të intervistoj Verën që shkoi, për shembull, një mësuese, një korçare, e cila jepte mësim në Angli, pikërisht me fëmijët, dhe u befasova në fakt që dhe aty kishte shoqata që i bënte bashkë. Këtu është momenti kur kemi marrë çmimin dhe zonja Klarita Selmanaj, që është dhe kryetare e lidhjes, mbajti fjalën e rastit, një falenderim i thjesht, por me shumë vlera për ne mësuesit dhe për gjithë ata që ishin në sallë të ftuar. Dhe po, do t'i shohim foto dhe ndërkohë do të mirëpresim pas pak në një lidhje të drejtë për drejtë edhe Klarita Selmanaj, kryetare në lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi, e cila ka qenë pjesë e këtij samiti, vazhdon të ndodhet ende në Tiranë, është pikërisht Shqiponja e Artë, çmimi me cilën u vlerësuan mësueset që japin kontribut të çmuar për mësimin e gjuhës shqipe në Greqi. Janë rreth 30 mësuese. Në skenë, vetëm në skenë janë 30 mësues. Nëse sigurisht mësueset sepse lidhja e mësuesve shqiptar në Greqi, do flas dhe zonja Selmanaj më vonë, ka shumë mësues nga të gjitha qytetet e Greqisë dhe nga ishujt. Domethënë, përfshin gjithë Greqinë, lidhja e mësuesve shqiptar në Greqi. Tani kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, zonjën Klarita Selmanaj. Aktualisht ajo është kryetare e lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi, pikërisht në një mbrëmje të rëndësishme gala në prani të përfaqësuesve më të lartë të shtetit shqiptar
kryetares të kësaj lidhje, po jo vetëm edhe në prani të 30 mësueseve që ishin të pranishme në këtë samit, ju dorëzuat çmimi Shqiponjat e Arta. Unë kam kënaqësinë jo vetëm ta uroj drejt për drejt, por edhe të flasim pikërisht për këtë samit. Zonja Klarita, mirëmbrëma. Përshëndetje, nderuar, mirë se ju gjej. Ju falenderoj për ftesën që bëni ndaj me dhe sigurisht ndaj lidhjes mësueshme. Kënaqësia është e gjitha imja, së pari ju uroj për çmimin që keni marrë, është një vlerësim besoj shumë domethënës për ju e për gjithë kolegët tuaja që japin kontribut të çmuar në mësimin e gjuhës shqipe për të gjithë fëmijët e të rinj shqiptar që jetojnë prej vitesh në Greqi. Është një shtysje madhe për të na treguar që vërtet përpjekjet tona janë njihen dhe ndihmon jashtëzakonisht që duke njohur, duke u parë përpjekja jonë, nuk është vetëm Shqiponja, duke u parë përpjekja jonë e lexojnë dhe shikojnë shqiptarët në gjithë botën, dhe akoma më shumë shqiptarët në Shqipëri, për të cilët, për fëmijët e të cilëve ne përpiqemi që të bëjmë atë që ndjejmë dhe bëjmë më mirë, që mësojmë gjuhën shqipe. Zonja Klarita, çfarë trajtoi në fakt samiti i këtij viti? Është i 4-ti vit radhazi që organizohet një samit i tillë, samiti i diasporës në Shqipëri, po unë dua ndalem pikërisht tek arsimi, tek kjo fushë për cilën ju punoni fort bashkë me kolegët tuaja. Samiti ishte për arsimin dhe për Ministrinë e Jashtme që unë u gjenda që ishin më të rëndësishme për ne, por u gjenda në disa panele, ishte për mendimin tim. Kuptohet, është diçka personale, ishte një përpjekje që të shikoheshin të gjitha përpos arritjeve të diasporës dhe njerëzve që të paktën njihen nga shteti apo nga komuniteti shqiptar për arritjet e tyre dhe për organizatat që njohën, u bë një përpjekje për të tërhequr mendimet, për të tërhequr vërejtjet, këshillat, sugjerime ndoshta. Po, sugjerime nga diaspora dhe ky është epiqendra, përveç shpalljes dhe deklarimit nga gjithë secili, çdo person apo organizat apo çdo përgjegjës i një grupi të caktuar komunitar i jashtëdheut që u përfaqësua aty në emër të komunitetit, të organizatës, të çfarëdo emri që tillon është një komunitet, është një shoqëri civile e vogël që është pjesë e diasporës së madhe shqiptare. Ishte shumë e rëndësishme sepse dikush foli, tha shqetësimin e tij, dikush ndoshta ngriti edhe zërin, por dikush tha edhe disa mendime, të cilat duke i përqendruar në një arkiv të madh më vonë do të vijen, besoj dhe shpresoj që do të jenë detyrë dhe do të vijen përpara përgjegjësisë veprimet që do vinë në vazhdim dhe do shikohen mënyra. Sepse përvoja e diasporës është shumë e rëndësishme për në qoftë se shteti vërtet ka bën një politikë për diasporën. Pra, në qoftë se nuk njeh bazën dhe nuk dëgjon bazën nga çdo anë, dhe nga ana pozitive dhe nga ana negative, nuk do jesh në gjendje që të japësh atë që mendon se mund të japësh diasporës, apo atë që mendon se i duhet vërtet e ligjit dhe shtetit shqiptar për të ecur përpara shoqërive shqiptare, kudo ku është. Nëse i referohemi pa diskutim kontributit i jashtëzakonshëm që japin mësuesit edhe ndonjëherë edhe në kushte sfiduese, prej shumë vitesh, natyrisht të lind pyetja që a ka pasur një pikë ku të gjithë pjesëmarrësit bashkoheshin? Gjithmonë ka pasur një pikë të qëndrueshme. Një pikë e qëndrueshme ne konsiderojmë atë grup i cili merr përsipër të organizojë gjithë inteligjencën, shoqërinë, gjithë mësuesit e Greqisë, për shembull klasën për Greqinë. Gjithmonë ka ekzistuar dhe shteti gjithashtu ka krijuar një grup të caktuar i cili me kalimin e kohës ndryshojnë figurat në bazë të vendeve, roleve që lozin në diasporë, por po flas për Greqinë direkt që kanë përvojën e caktuar. Organizata i ka fillimit në vitin 98. Krijimi i grupeve të qëndrueshme apo kurseve apo këto, sepse këtu është pak e vështirë, nuk dua të zgjeroj në këtë pikë, është pak e vështirë kur flasim për gjuhën shqipe. Ka ndryshuar vend, ka kaluar nga Selaniku që ishte dega e parë që u kap klasa e parë e gjuhës shqipe, ka kaluar në Athinë, dhe gjithmonë kjo ka kërkuar një organizim të përbashkët, kuptohet, sepse me vazhdimin e kohës sa më shumë afroheshin mësues pranë këtij aktiviteti që është
aktivitet vullnetar, bazash vullnetarizmit. Gjithmonë më shumë afroheshin mësues të cilët e kanë atë, domethënë dëshironin që të ishin në profesion në tyre i cili mungon këtu. Dëshironin që të jepnin diçka më tepër se sa ajo që mund të japin shoqërisë shqiptare dhe komunitetit shqiptar këtu. E këtu flitet. Në fakt isha duke ju pyetur pikërisht të gjithë ta kontribues që samiti është dhe një mënyrë shumë e mirë për t'i bërë bashk. A u bashkuan në një pikë të përbashkët, qoftë arritje, qoftë edhe përmirësim në të ardhmen? Lidhja e mësuesve shqiptar në Greqi ka një organizim këtë çast është organizimi më i arritur që kemi bërë në vitin 20. Do ta përmend, është personale, por kjo nuk ka të bëjë me mua, nuk është diçka që unë e konsideroj personale, bashkimin e lidhjes në një linjë të caktuar ndërmjet internetit, kështu që u bë mundur që ne të organizoheshim, të riorganizoheshim, të komunikonim me njëri tjetrin dhe të vendosim të gjithë së bashku të vendimet e marra të ishin në bazë të njohjes të plot të çdo antarit lidhjes, të cilët sot janë diku 120 vet. Nuk kemi kufi, nuk kemi rajone, kemi mundësinë që ne që nga viti 20 deri më sot lidhemi, bashkohemi në një asamblet përgjithshme e cila vendos dhe kjo është dhe baza e shoqërisë civile, është krijimi i një komuniteti të caktuar. Dhe ky komunitet për ne tashmë është i mundësuar ndërmjet lidhjeve që kemi krijuar vetë ne si organizatë ndërmjet nesh. Një lidhje që e kemi hapur dhe më tutje për bashkëpunim me të gjitha organizatat, nëse është e domosdoshme dhe mundshme. A vazhdojmë ne të kemi probleme në Shqipëri, në Greqi më fal, përsa i përket unifikimit të teksteve, apo ky tashmë konsiderohet si një problem i zgjidhur nga Ministria e Arsimit në Shqipëri? Tekstet që na vijnë faktikisht është i bërë një unifikim, domethënë libri që është në Shqipëri janë të njëjtat, na dërgohet dhe ne dhe na dërgohet një paketë shumë e madhe, shumë e rëndësishme dhe e njoh shumë mirë që është një budget shumë i madh për shtetin shqiptar. Dhe kjo është e vlerësueshme sepse është e lehtë të flasësh dhe të thuash që duhet, por është e vështirë të fusësh dorën në arkën shtetërore dhe të nxjerrësh prej saj pa kontroll gjithçka. Pra shteti ka vite të tëra dhe mendimën e Kosovës sigurisht në vite të tëra, në bashkëpunim me Kosovën, ka vite të tëra që ne na mbështet me libra. Dhe këto libra gjithmonë kanë ardhur ka qenë përparësi e shtetit, por gjithmonë kanë ardhur duke u përpunuar dhe duke u bërë më mirë. Sigurisht, një pikë e dobët e këtyre librave është mos bashkëpunimi apo mund ta thosha që duhet baza. Për të krijuar një libër për diasporën duhet të kesh mendimin dhe frymën e diasporës. Pa diskutim duhet të shtrohet përpara se sa këto libra të botohen për ju, duhet t'ju merret pa diskutim dhe një mendim, sepse jeni më afër realitetit aty. Sepse ne klasat tona janë me fëmijë nga 6 deri në 16 vjeç, janë klasa të cilat ne nuk mund t'i ndajmë fëmijët, sepse nëse do ndajmë çdo fëmijë, ekziston mundësia që në 10 kurs apo në 10 klasa krijuar, të jenë 10 fëmijë që janë mosha të ndryshme. Pra ne nuk mund të ndajmë në 10 orë mësim. Pra duhet një mendim i specializuar nga ju që e praktikoni. Në 3 grupe të caktuara, të cilat i konsiderojmë klasa, sigurisht që janë klasa, por fëmijët brenda janë e para gjuha e tyre, dikush e njeh gjuhën, njeh atë gjuhën e vogël të familjes, gjuhën e ëmbël të familjes, dikush dëgjon dhe reagon në gjuhën shqipe dhe dikush nuk njeh fare, por ka intuitë. Ose nuk njeh fare, janë 4 faktikisht. Zonja Klarita, a ndjen sot mësueset dhe mësuesit shqiptar që japin të kontribut të vlerësuar, por tashmë jo vetëm moralisht? Është një përpjekje shumë e madhe dhe ne falenderojmë shtetin, kushdo ne nuk diskutojmë, ne jemi domethënë të depolitizuar. Kur flasim për shtetin shqiptar, me flasim për partitë. Pra për ne është e domosdoshme që njerëzit kuptojnë që një organizatë intelektuale dhe mësuesish është e depolitizuar. Ne punojmë për mbrojtjen e gjuhës shqipe dhe kjo është mbi gjithçka. Shteti shqiptar dhe vetë Edi Rama, kryeministri i vendit, në 1 mars të 25-s hapën dyert e programit mësues për Greqi. Dhe kjo është një arritje jashtëzakonisht e madhe. 50 mësues në Greqi, ndërmjet tyre 42 janë të lidhjes. Dua t'ju them se 95% e mësuesve të Greqisë janë anëtarë të lidhjes mësuesve shqiptar. Ashtu siç duhet të jenë gjithë mësuesit, sepse organizata e lidhjes është një organizatë që
funksionon vetëm në bazë të diplomave. Pra mund të jesh antarëlidhjes në qoftë se në diplomën tënde ke titullin mësues. E kuptoj. Pra është një organizatë e veçantë me titull dhe me status të veçantë. Është shumë e rëndësishme për ne që ndodhi, është shumë e rëndësishme dhe ndërta kemi 42 mësues, të cilët ju jepet një shpërblim nga shteti për 9 muaj dhe 2 orë në javë mësimi. Është shumë e rëndësishme sepse kjo tregon që shteti përposh përpjekjeve të mëdha që ka për ekonominë e vendit dhe për gjithçka që duhet, përpiqet që të bëj atë që duhet bërë. Atë që e mbron në kushtetuta, mbrojtjen e gjuhës jashtë kufive të Shqipërisë dhe u mbështet dhe u bazua dhe ky program fillon në Greqi sepse din shumë mirë që kushtet aty janë shumë më të vështira për mësuesit e gjuhës shqipe. Pra, unë shpresoj që ky program të zgjerohet dhe presim të zgjerohet, është hedhur në tavolinë me sa na thanë, nuk mund të nxitoj dhe nuk mund të dalë një përfundim përderisa përfundimi nuk e kanë nxjerrë vetë udhëheqësit e vendit, ata që ne i kemi vënë të drejtojnë vendin, për të cilët ne vetë kemi zgjedhur me vota, por u hodh mendimi që përgatiten që të rishikojnë programin dhe ta zgjerojnë. Kjo është një gjë diçka shumë e madhe sepse këtu flitet që programi ka të hequr shumë mësues drejtlidhjes. Shumë mësues tani interesohen direkt që të marrin pjesë në këto, por për të gjithë mësuesit e Greqisë që duan të futen apo për çdo mësues në gjithë botën, nëse programi hapet. Duhet të dinë që programi mbështetet në aktivitetin real të mësuesve, nuk mbështetet në idenë që dikush do të futet dhe të punësohet. Pra, shqiptarët, vendi ynë, na vlerëson sepse ne punojmë, kemi vite që punojmë si jemi aktiv dhe jemi aktiv vullnetar. Nuk vlerësohemi sepse kërkojmë një vend pune si mësues në Greqi. Në këtë rast shteti nuk ka nevojë për mësues të cilët nuk janë akoma në dispozicion, nuk janë në dispozicion dhe nuk i ka provuar në shkolla. Pra mësuesi duhet të jenë aktiv, duhet të jenë të regjistruar, duhet të njihet aktiviteti tyre. Dhe atëherë flitet në qoftë se hapet programi, mundësia e hapjes programit. Zonja Klarita, unë të falenderoj që na u bashkove në këtë bisedë. Edhe njerë ju uroj shumë për çmimin, po mbi gjitha ju vlerësoj për gjithë kontributin shumë vjeçar tuaj, po natyrisht të gjithë mësuesve shqiptar në Greqi, të cilët mbajnë gjallë gjuhën, identitetin tonë kombëtar. Uroj më të mirat për të gjithë ju që jepni kontribut dhe e di që prej shumë vitesh të kontribut e keni dhënë në mënyrë vullnetare. Kështu që pa diskutim që duhet keni mbështetje në jashtëzakonshme nga të gjithë, veçanërisht nga shteti shqiptar, por nga të gjithë edhe ne, nga ne qytetarët që jetojmë këtej përtej kufirit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe më pëlqen që the duhet të gjithë të dinë që askush për nesh nuk është vetëm sepse kemi njëri tjetrin dhe askush për nesh nuk mund të ecë përpara nëse s'kemi njëri tjetrin. Faleminderit. Ju uroj suksese në vazhdim. Faleminderit. Mirë, ne kishim një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, në fakt pjesëmarrëse prej disa ditësh në samitin e 4 të diasporës, kryetaren e lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi, zonjën Klarita Selmanaj, me cilën ndam mendime pikërisht për punën që bëhet prej vitesh nga mësuesit e natyrisht rolin që luajnë lidhje të tilla për të konsoliduar edhe marrëdhëniet dhe përforcuar marrëdhëniet mes shtetit shqiptar dhe këtyre mësuesve që punojnë dhe japin kontribut në shtetin fqinj të Greqisë, po jo vetëm edhe në vende të tjera të Europës, madje edhe në kontinentin e largët të Amerikës. Majlinda, me çfarë sfidash përballeni ju si mësimdhënës të gjuhës shqipe në vendin ku jetoni? Sfidat janë të shumta. Siç e thanë dhe kolegët e mëparshëm, për ambientet, për tekstet, për nivelin e nxënësve, sfida për mos përputhshmërinë, ajo që mua më shqetëson më shumë, është mos përputhshmëria e nivelit që ka fëmia me moshën e fëmijës. Ne klasat i kemi të bashkuara. Dhe në qovë se ne kemi prurje të nxënësve në klasën e parë, tek këto klasa ne futim nxënës nga mosha 6 dhe më lartë. Kështu që dhe vështirësit janë më të shumta në zhvillimin e orës së mësimit, sepse orën ti do ta zhvillosh në bazë të nivelit, por dhe në bazë të moshës së fëmijës. Do alternosh nivelin dhe moshën. Kjo është një sfidë shumë e madhe për mësuesin, përveç ato që mos bie në përsëritje që përmendën dhe kolegët më lartë.
Ndërkohë, çfarë do donit ju të shihnit, pra çfarë ndryshime do donit ju të shihnit në të ardhmen, pikërisht për mësimin e shqipes jashtë vendit? Edhe këtu do bie në përsëritje, është ajo që në qoftë se gjua shqipe do të jepej si lëndë me zgjedhje në shkollat ku ne jetojmë, ku fëmijët bëjnë mësimin e tyre, do ishte më e thjeshtë, më e lehtë edhe për mësuesin, por edhe për vetë fëmijën, sepse fëmija duke qenë se ne mësimin e zhvillojmë në fundjavë dhe fëmija është i lodhur. Kështu që në qoftë se do ishte brenda orës së mësimit, brenda orarit të shkollës, do ishte pak më e lehtë, prandaj thash dhe këtu do bie në përsëritje. Më frutëdhënëse do ishte. Patjetër. Ndoshta edhe perceptimi do ishte themi thjesht sepse ai do ta konceptonte si një lëndë normale, ashtu si gjitha lëndët e tjera. Kjo është e vërtetë, sepse fëmijët vërtet ndjehen të lodhur dhe ajo që unë e bëj gjithmonë në fillim të vitit shkollor, para se të filloj dhe të caktoj datën dhe orën kur unë do kem klasat, atëherë ne bëjmë një përshtatje të orarit që ka fëmija, të aktiviteteve që ka fëmija. Në qoftë se ai ka një orë mësimore në të njëjtën orë me orën që unë duhet të zhvilloj orën e mësimit të gjuhës shqipe, atëherë unë do të rriqem dhe do të zhvilloj mësimin në një orë tjetër më të përshtatshme për fëmijën. Por këtë nuk mund ta bësh për të gjithë fëmijët. Ndërsa tani do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Greqia, një tjetër kontribuese, një tjetër mësuese që prej shumë vitesh jep mësim dhe jep kontributin e saj të çmuar për mësimin e gjuhës shqipe tek grup mosha të ndryshme, është Valbona Mara, e cila ka pranuar me kënaqësi ftesën. Valbona, mirëmbrëma. Shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua që të kem një mësuese e cila prej shumë vitesh jep kontribut. Unë e di që ti ke vite që nuk e gjydor nga pasioni jot i mësimdhënies dhe aq më tepër kur bëhet fjalë për ta ruajtur e për ta mbajtur ashtu të kristal të gjuhën shqipe, siç kemi ne dëshirë ne shqiptarët, me shumë sakrifica e ke filluar punën tënde, të kanë përkrahur në fakt duket edhe shumë familje shqiptare që të kanë besuar fëmijët e tyre për të mësuar gjuhën shqipe. Si kujton vitet e para si mësimdhënëse? Unë mësimdhënien e kam nisur nga viti 2014, më 23 mars, dhe mbaj mendsi tani, me një luftë të shumë të madhe, sepse këtu në qytetin e Kavallës ishte pak e vështirë për të dhënë lejat, por unë dhe Aleko Zeqja, që ka qenë në atë kohë kryetar i shoqatës Kavalla në Kavallë, kemi bërë një punë shumë të madhe. Dhe ndërkohë na ka ndihmuar konsulli i atëhershëm për të hapur klasën e parë në qytetin e Kavallës dhe më pas në rrethinat e Kavallës, si në Lefterupol, në Melishokomio, edhe në fshatet e tjera të Kavallës. Arritëm deri në momentin që ne kishim në të gjithë rrethin gati 125 fëmijë. As Selaniku nuk kishte aq fëmijë sa që kishim ne. E vërtetëra është që konsulata e Selanikut me zonjën Pavlina Ylli na ka ndihmuar jashtëmase dhe ajo bëri të mundur që dhe autoritetet në atë kohë, autoritetet e bashkisë të Kavallës, të na jepnin leja. Në qoftë se kishte qëndruar Pavlina, do kishim marrë leje edhe sot e kësaj dite. Si gjithmonë, në përbashkitë, si në Shqipëri, ashtu dhe në Greqi, ndryshojnë partitë, ndryshojnë bashkitë, ndryshojnë bashkiaku, dikush do, dikush nuk do, dikush ta jep. Fillojnë burokracirat. Dikush nuk ta jep. Megjithatë, puna këmbgulse e imja edhe e gjithë bashkëqytetarëve dhe fshatarëve që unë kam pasur nxënësit dhe prindrit e tyre, më kanë ndihmuar jashtëmase. Valbona, ti pavarësisht vështirësive, nuk e hequr kur dorë, dhe unë di që ke bërë sakrificat mëdha duke udhëtuar dhe me orë të tëra, me shpenzimet e tua, vetëm që t'ju japësh pikërisht këto dije fëmijëve shqiptar.
ka vazhduar prej vitesh kjo punë e jotja edhe vazhdon, di që vazhdon ende. Po, vazhdon përsëri. Por e keqja është sepse ne lejat gjithmonë dhe këtu duhet ndihmesa e shtetit shqiptar. Leja nuk jepet sepse është ose nuk është një bashkiak që na do ose na respekton, ose nuk na do dhe nuk na respekton. Leja duhet jepet për shqiptarët, për shkollat shqipe kanë fjalën, e çdo ditë, çdo vit, çdo muaj, çdo kohë, të mos shkëputet fëmia, sepse dhe fëmia kur shkëputet thot, nuk e di, do kem, nuk do kem. Megjithatë, unë nxënësit i kam mbajtur online, nuk i kam shkëputur. Megjithatë, nuk mundet të jetë një sasi aq e madhe sa çka janë në online. E kuptoj. Valbona, ju duhet që të rimerrni ti ripërsëritni lejat për të ushtruar këtë profesion? Po, kjo është një problem kyç edhe e keqja është sepse unë nuk pata mundësi që të isha në summitin e 4, kam qenë në summitin e parë dhe në summitin e 2, që të ngrija edhe si problemi kyç është ky, që të jepet mundësia e mësuesve. Por me sa duket, disa gjëra nuk kryen ashtu si duhet. Duhet të rrihen që kanë, të rrihen problemet për të cilat kanë nevojë mësuesit. Jo të fërkohet krahët që çdo gjë shkon mirë, nuk është e vërtetë. Sepse edhe këtu, edhe prindrit kanë problemet e tyre, edhe nxënësit kanë problemet e tyre, megjithse kanë zellin e tyre, megjithse ne punojmë për gjuhën shqipe, jo vetëm për gjuhën shqipe, por për kulturën shqiptare, edhe për vallet, për këngët, për vjirshat. Shumë fëmijë recitojnë sidomos në festat e 7 marsit, në festën e 28 pra në festat veçanta. Valbona, si siguroni ju tekstet? A keni një bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit në Shqipëri? Mi sa duket edhe këtu do jem pak e rreptë. Në Greqi funksionon vetëm Selaniku dhe Athina. Por Greqia nuk është vetëm Selaniku dhe Athina. Ne kemi pasur probleme, unë, pikërisht për veten time po flas, me ndërimin e konsulëve nuk më kanë ndihmuar, dhe jo vetëm Kavallën, por edhe qytetet e tjera, ku të ketë mundësi të hapen sa më shumë. Mund të kishte mundësi për shembull të hapej në Dhramë, të hapej në Xanth, në Aleksandrupol. Ka shumë shqiptarë të cilët kërkojnë, por nuk është e mundur që se duhet dhe autoritetet e bashkive dhe autoritetet shqiptare të bashkëbisedojnë, konsullata të bashkëbisedojnë, të vi këtu, të ulet këmbë kryq dhe të bisedojnë dhe të marrin leja, të mbledhi shqiptarët, të flasit, të ju japi ndihmësën, jo vetëm nga ana materiale, por edhe nga ana morale, që dhe ata të dinë të jenë të ngrohtë, siç ka qenë atëherë Pavlina bashkë me ne. Në qoftë se kishte vazhduar Pavlina, dhe nuk i them as për të rrahur krahët, Pavlina është zonjë, ka qenë një konsulle. Pra bashkëpunuese, ka qenë bashkëpunuese. Jo vetëm në Selanik, por në të gjithë Greqinë e vetë. Në gjithë Greqinë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, është ajo që ju përmendët që jo vetëm Selanik dhe në Athinë, këto dy kryeqendra, po duhet kuptojmë që shqiptarët janë të përhapur në të gjitha cepat e shtetit fqinj të Greqisë. Valbona, kam një pyetje tjetër për ty. A ndihesh ti e vlerësuar në gjithë këto vite dhe vazhdon të vlerësohesh jo vetëm moralisht, po dhe financiarisht? E keqja është se lapsi ka mësues të vjetër, që kanë mbi 14 vjet, nuk i ka kapur. Ka kapur mësuesët që kanë nga 1 muaj, nuk e di, nuk çuditem, kurse mua si mësuese që kam një budget kaq të madh, domethënë një përvojë kaq të madhe si mësuese si në Shqipëri ashtu dhe në Greqi, jam nderuar edhe si të thuash edhe nga shteti grek, edhe nga shteti shqiptar, nuk e di se si u harrua. Është ajo që thashë që ne edhe nuk mundem të hedh fajin vetëm
konsullës që është tani në këtë moment, sepse edhe ajo nuk di, nuk nje, por duhet, është gabim i saj sepse ajo duhet të kishte ardhur, të dinte që Kavalla është një ndër qytetet më të mëdha të Greqisë së Veriut. Të pyeste Valbona Mara, kush është? Sepse Valbona Mara ka marrë pjesë në të gjitha aktivitetet. Si ka mundësi nuk u regjistruar që kjo Valbon të paguhet? E kuptoj. Unë shpresoj vërtet që kjo lidhje jona dhe kjo intervistë të shërbej për të dëgjuar diku e për të reflektuar. Jam e bindur që ndoshta ky gabim do të rregullohet shumë shpejt. Valbona, unë e di që ti vazhdon ende të japësh mësim, edhe punon. Nuk e diskutoj. Unë dua më shumë nga ana morale, sepse kam kaq vite, edhe jo vetëm unë, por dhe familja ime, sepse unë kam harxuar kohën, mund, shpirt, për nxënësemi dhe kam 3-4 nxënëse që kanë marrë diplomën shqiptare në IMKA, në Selanik, dhe vazhdoj përsëri. Kam 2 nxënëse që i kam gati për të marrë diplomën. Kjo nuk më tërheq nga puna ime dhe do punoj gjithmonë, por e mira është që të vlerësohet puna për të gjithë. Patjetër, ke kaq vite që jep kontribut dhe pa diskutim që dikush do të reflektoj. Në të gjitha seminaret dhe në të gjitha summitet që janë bërë nga shteti shqiptar, unë kam marrë pjesë. Valbona, unë të falenderoj shumë që ndave me ne këtë përvojë. Nuk e di sa është tani numri i fëmijëve të cilët trokasin tek ty për të mësuar gjuhën shqipe? 25. 25, edhe nuk jam pak. 25. Bën çdo ditë mësim Valbona, çdo ditë bën mësim me ta? Apo ke ditë të caktuara? Kjo vetëm nga mungesa e interesit për të hapur, për të dhënë lejen, sepse në qoftë se do bashkëpunonte konsullata në organet shtetërore që janë këtu, të më thënë bashkia, të jepet leja, do ishte shumë e mundshme që të grumbulloheshin sa më shumë nxënës. Dhe jo vetëm në qytetin e Kavallës, por edhe në rrethinat e saj. Dhe kontakti fizik është shumë herë ndoshta më i vlefshëm dhe më i dobishëm se sa mësimi online. Shpresojmë vërtet që gjërat të ndryshojnë në gjitha këto pika kyçe që ju ngritët me të drejtë, qoftë me lejen për ta ushtruar të si profesion, me sigurimin e një mjedisi që është i domosdoshëm, e nga ana tjetër pa diskutime dhe një vlerësim financiar që ju e meritoni për gjithë vitet dhe kontributin që keni dhënë. Megjithatë, dua të uroj, sepse dhe lidhja e mësuesve shqiptar në Greqi, pjesë e cilës jam dhe unë dhe përpara 4-5 vjetëve kam qenë nën kryetare e lidhjes, ka bërë një punë shumë të madhe, por kjo nuk ka ardhur vetëm nga personat që janë tani. Lidhja ka këtu e 25 vjet. E kanë krijuar mësues që kanë pasur përvojë dhe nga Shqipëria. Mësues nuk e di në summit au përmend, nuk e vërteta është që nuk jam e informuar, por e vërteta është që kanë dhënë kontribut shumë mësues. Siç ka qenë i ndjeri Dasha Mirzaçe, që ka krijuar shkollën e parë në Selanik. Unë e përmenda. E përmenda në fakt Valbona që në minutat e para të këtij emisioni të parin mësues në Selanik, Dashamir Zaçe, Mimoza Bikollarin që vazhdon edhe tani në Zvicër të jap kontributin e saj. Shumë të tjerë, pa diskutim. Faleminderit shumë Valbona, të uroj shëndet të gjitha, se kjo është shumë e rëndësishme, e pastaj uroj që ta shtoni dozën e vullnetit tuaj edhe dëshirën për të dhënë kontribut në mësimin e gjuhës shqipe. Shumë faleminderit, ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit shumë për këtë lidhje. Kishim në një lidhje të drejt për drejt nga Kavalla si nga Greqia, Valbona Mara, një tjetër mësuese e cila prej shumë vitesh tashmë jep kontributin e saj të çmuar në mësimin e gjuhës shqipe. Për gjithë ata që janë duke në ndjekur, si organizon ti si mësuese mësimin e gjuhës shqipe? Pra, ideale do t'ishte që ata ta kishin lënë në zgjedhje. Dhe për këtë, në fakt, rënë dakord edhe kolegët, parafolse. Kjo momentalisht nuk është e mundur në Greqi, jo vetëm në Greqi, po dhe në shtetet e tjera ku jetojnë prej vitesh shqiptarët. Tani, ju e keni filluar vullnetarisht, e vazhdoni me shumë përpjekje këtë punë,
duke krijuar edhe lidhjet, edhe shoqata të ndryshme, edhe ju duhet në të njëjtën kohë edhe vetë të merrni përsipër sfida shumë të rëndësishme edhe në kushte të vështira, në gjetjen e ambienteve, në gjetjen e teksteve, në mësimin online që duhet ndonjëherë të kalosh për arsye nga më të ndryshme, veçanërisht Covidi ka qenë një sfidë tjetër shumë e madhe për ju e për gjithë mësuesit kudo. Momentalisht, si funksionon? Unë kursin tim e kam pagëzuar bashkë me fëmijët Sevasti Qiriazi, është kursi i parë në qytetin e Katerinit, që është hapur këtu e më shumë se 7 vjet. Në fillim e kemi filluar në një ambient, më pas me ardhjen e Covid, ne u detyruam ta kthejmë në mësimin online. Në atë kohë pati edhe një prurje më të madhe të fëmijëve, për arsye sepse fëmijët qëndronin në shtëpi dhe kishim fëmijë dhe vazhdojmë të kemi fëmijë jo vetëm nga qyteti Katerinit, por dhe nga zonat përreth. Dhe kjo e bën më të lehtë mësimin e gjuhës shqipe për ata fëmijë që nuk munden dot të vinë për arsye të ndryshme brenda në qytet. Të largësisë, të faktit që ndoshta janë marrëdhënie pune nuk i shoqërojnë dot, ka arsye nga më. Ka dhe fëmijë për shembull që janë fëmijë që preken shpejt dhe e kanë më të lehtë të jenë në mjedisin e shtëpisë. Në mjedisin e shtëpisë, të mos kenë ato përplasjet me fëmijët e tjerë dhe e gjejnë si mënyrën më të mirë për të mësuar dhe shqipen nga shtëpia. Unë jam përpjekur, gjatë kohës që mësimi është online, ta zhvilloj mësimin në forma të ndryshme. Gjëja e parë kryesore për mua ka qenë që të jetë në formën e një loje, që fëmia jo vetëm të mësoj, por edhe të argëtohet. Kjo ka qenë më tepër për fëmijët e klasës së parë, sepse nuk mund ta zhvillosh mësimin në formën e një loje dhe me fëmijët që janë më të rritur. Për shembull, ne fëmijët i kemi nga mosha 6 deri në 16 vjet, dhe loja ka nivelet e saj. Aktivitetet të shumta që mund të bëhen edhe online, janë aktivitete, për shembull, unë kam prekur tema sociale, ku mund të mbështetemi, dhe në rastin kemi bërë një aktivitet me rastin e ditës të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Kjo jo vetëm që fëmijët të mësojnë, por dhe të mësojnë që në çfarëdo lloj vendi ku jetojnë, çfarëdo lloj gjuhë që ata mësojnë, duhet të duan njëri tjetrin në rast të parë, ta pranojnë ashtu siç është. Dhe ne kemi bërë një video të shkurtër me fjalë inkurajuese nga fëmijët, me tema të ndryshme që ata kanë zgjedhur, sigurisht me ndihmën time, por që e kanë përshtatur për fëmijët që ata njohin, ose një temë tjetër që mund të përmend, që është bulizmi, që fëmijët e ndeshin shpesh. Kështu që unë jam munduar që këto tema të trajtoj në orën e mësimit, sigurisht me grupet pak më të rritura, sepse me fëmijët e vegjël është pak më vështirë, dhe besoj se këto tema kanë pasur një rezultat, jam mjaft e kënaqur nga fëmijët, nga përpjekjet e tyre dhe nga puna që është bërë në familje, sepse për disa fjalë që fëmijët e kanë pasur të vështirë, kanë kërkuar dhe ndihmën e prindërve. Këto janë aktivitete sigurisht që i përfshin fëmijët edhe në një farë mënyrë nxjerrin në pa edhe punën që ju keni bërë, sepse fakti që ata fillojnë të artikulohen, të flasin, të formulojnë mesazhe për bashkëmoshatarët e tyre, tregon në një farë mënyrë edhe punën që është bërë. Nga ana tjetër, të duhet të përdorësh metodologji të ndryshme edhe për shkak të vështirësive që ndonjëherë hasin fëmijët. E theksuan edhe parafolësit që ka fëmijë që mund ta kuptojnë shumë mirë, po druhen për ta folur gjuhën shqipe, për t'u artikuluar, ka të tjerë që ndoshta mund ta kuptojnë shumë mirë, ka të tjerë që përpiqen, janë ato hapat e para të artikulimit të shqipes për shumë arsye. Ne duhet i kuptojmë që tani mund të ndodhë që dhe prindrit e tyre t'jenë lindur dhe t'jenë rritur në Greqi, se jemi në brezin e tretë të shqiptarëve, kështu që cila është metodologjia që ti Majlinda ke zgjedhur për t'ja lehtësuar këtë proces mësimdhënie këtyre fëmijëve? Ajo që doja të shtoja është fakti që mësuesi i parë është familja. Patjetër. Dhe tek ata fëmijë që në shtëpitë e tyre, në ambientin e tyre familjar flitet gjuha shqipe, është pak më e lehtë. Ndërsa tek të tjerët puna jon vështirësohet. Diçka tjetër që vlen të shtohet është fakti që një mësues duhet të jetë njohës i mirë i gjuhës së vendit pritës. Që do të thotë, nëse unë jap mësim tek fëmijët që jetojnë në Greqi, duhet të njohësh mirë gjuhën greke, jo se një mësues
që nuk e nje, nuk mund ta bëj, por është pak më e thjeshtë dhe për fëmijën dhe për mësuesin. Procesi është më i thjeshtë. Më i thjeshtë. Për të përfitur. Gjithashtu, ne përdorim librin, tekstin fizik, librin digital, por përqendrohemi shumë dhe tek video, që ilustrojmë mësimin. Për shembull, tek fëmijët e klasës së parë, po përqendrohem, në qoftë se unë kam menduar që çdo muaj, të shtunën e fundit, pasi unë mësimin e zhvilloj ditëve të shtuna, të shtunën e fundit të çdo muaji, kam kushtuar 1 orë leximit të letërsisë shqipe për fëmijë, ose të përrallave sipas moshës që kanë fëmijët. Dhe në muajin që shkoi, më saktë në muajin e letërsisë, në muajin tetor, kemi zhvilluar një aktivitet, por në muajin që shkoi zhvilluam një aktivitet posaçërisht për përrallat. Dhe fëmijët e klasës së parë kishin përrallën Dhelpra dhe Lejleku. Dhe duke e lexuar ngadalë, e shoqëronim dhe me video, që ta kishin më të lehtë të përshtatnin fjalën me figurën. Sepse disa fjalë, për shembull fjalën qyp, e kanë pak më të vështirë, ose shprehje të tjera, sqep. Domethënë janë shprehje, janë fjalë që e kanë pak të vështirë ti kuptojnë. Dhe në këtë formë mundohemi. Ose për shembull, meqense mësimi zhvillohet online dhe një fjalë nuk e kuptojnë, atëherë unë mundohem, duke mos përdorur fjalën greke për ta zvendësuar, mund të marr objektin në dorë dhe ai fëmijë ka pak më të thjeshtë. Kjo është gjithmonë për nxënësit më të vegjël. Për të lehtësuar këtë proces. Pikërisht. Ndërsa nxënësit që janë më të rritur, unë i kam vënë si qëllim vetes, sepse fëmijët e rritur kam vite që i kam dhe vazhdojnë të jenë, që jo vetëm të flasin dhe të shkruajnë gjuhën shqipe, por të shkojnë dhe ta njohin si gjuhë, sepse do ju duhet më vonë për studimet e tyre apo për gjithçka tjetër që ata mund të kenë të drejtën për ta mbrojtur atë. Dhe unë i kam vënë si qëllim vetes që ata fëmijë që sigurisht ata që kanë dëshirë të vazhdojnë dhe të punojmë së bashku që ta mbrojnë gjuhën shqipe, gjuhën tonë që ne kaq kohë luftojmë për ta ruajtur të pastër, për ta transmetuar brez pas brezi. Është një luftë me kombin shqiptar me mira vjeçar, do thosha, për shumë arsye. Kështu që tani është një sfidë tjetër e një brezi të ri mësuesish e një brezi të ri fëmijësh. Momentalisht e zhvillon mësimin online. Online, po. Online. Kam rreth 20 nxënës. Rreth 20 nxënës. Ndërkohë janë fëmijë vetëm nga zona që jeton, nga Katerinë? Janë nga Katerini dhe nga fshatrat përreth. Nga fshatrat përreth. Po ndërkohë e ke menduar Majlinda që ndoshta një mjedis do ta bënte më të thjeshtë procesin? Sigurisht, dhe ajo është në planet e mia të ardhmes. Jo se nuk e kam menduar, jo se nuk do ta bëjmë, por për momentin duke qenë sepse numri i fëmijëve që jetojnë jashtë qytetit është pak më i madh. E kuptoj. Dhe kjo e bën pak më të vështirë ardhjen e tyre. Dhe për shembull, nëse un kam 20 nxënës dhe është shumë e vështirë për këta fëmijë që të largohen nga fshati dhe të vinë orë pa orë. E kuptoj. Sepse dhe ambienti e vetmja mësuese që jep aty mësim në Katerinë? Për momentin po. Për momentin po. Prej sa vitesh tashmë u bën? Më shumë se 7 vjet. Më shumë se 7 vite, që do thotë ke përballuar me sukses edhe atë sfidën e pandemisë. Patjetër. Ajo ishte jo vetëm një sfidë për mua, për prindrit, por për të gjithë ne, të cilën mendoj se ja kam dalë dhe pata suksesin më të madh. Sepse ishte fillimi i çeljes së kursit dhe mendoja që nuk do t'ja arija. Po ja ku jam sot dhe kam po ata fëmijë në grupin e rritur që e filluan para pandemisë. Majlinda, fëmijët shqiptar kanë më shumë vështirësi në të folur apo në të shkruar? Si ecin këto dy procese? Fëmijët, ashtu siç e tham dhe më lart që e flasin gjuhën shqipe në shtëpi, e kanë më të vështirë për të shkruar. Për ta shkruar. Ndërsa ata fëmijë që e kanë të pamundur të flasin, jo të pamundur, po domethënë nuk përdoret gjuha shqipe në shtëpi, kanë vështirësi në të dyja, dhe në të folur dhe në të shkruar. Dhe kjo e bën e vështirëson akoma dhe më shumë mësimdhënien. Si arrin të ecësh paralel dhe të kontrollosh, duke patur parasysh që edhe e bën mësimin dhe online? Tashmë me një përvojë të tillë, kamerat nuk na trembin. Mbyllja e mikrofonave nuk na tremb. Zhurmat e fëmijëve, e motrave dhe vëllezërve më të vegjël nuk na trembin, madje kur dëgjojmë zëra fëmijësh, i ftojmë dhe ata në ekran. Që të na bashkohen. Dhe janë fëmijët, janë bashkëpunues, jam shumë e kënaqur nga fëmijët, nga prindrit e tyre. Po.
Do më thënë kam pasur mbështetje. A ke gjetë mbështetje nga komuniteti? Pikërisht nga prindrit që unë kam fëmijët, kam gjetur mbështetje, sigurisht dhe i falenderoj. Ju dërgoj një përqafim të madh fëmijëve që më kanë munguar këtë 2 javë, ne rifillojmë të shtunë. Janë ata që na japin jetë, janë ata që na frymëzojnë për të ecur përpara, janë ata për të cilët ne mendojmë se duhet të bëjmë akoma dhe më shumë. Jo vetëm ne si mësues, por edhe prindrit dhe komuniteti shqiptar. Mire, ndikim një grup fotosh tani edhe t'i njohim pikërisht ta fëmijë, nxënësit e Majlindës nëpërmjet fotove të ndryshme që do t'i komentojmë edhe sigurisht edhe nëpërmjet aktiviteteve që ju zhvilloni, ka një kolazh me foto shumë të bukura. Janë të grup moshave të ndryshme. Po. Është kursi gjuhës shqipe në Katerinë, janë Sevasti Qiriazi Katerini. Ky aktivitet është zhvilluar vjet për 7 marsin, bashkë me fëmijët. Pra ata kanë filluar del nga dalë t'i njohin edhe këto festat kombëtare. Patjetër. Këtu është festa e vitit të ri. E vitit të ri. Pra nuk lini asnjë festë që t'ju shpëtoj, gjithë ata njohin, dhe kjo shumë e rëndësishme. Festat kombëtare patjetër. Sevasti Qiriazi, kështu e keni quajtur. Sevasti Qiriazi e kemi pagëzuar bashkë me fëmijët në 5 vjetorin e çeljes së kursit. Sepse kursi ynë është çelur atë ditë që ka lindur Sevasti Qiriazi. Shumë do me thënëse, Shumë do me thënëse. Emri i Sevasti Qiriazit, një gruaj e cila ka dhënë një kontribut të çmuar për mësimin e gjuhës shqipe, ndër të parat pionere që ka çelur shkollën e vashave në Shqipëri. Po, do të shohim foto të tjera. Fjalët magjike, Nestila. Fjalët magjike, sepse çdo fillim viti, siç e thash dhe më lart, unë prek tema sociale, dhe fjalët magjike janë disa fjalë që ne duhet të përdorim dhe për të komunikuar me njëri tjetrin, por edhe shenjë mirësjellje. Tetori muaj i letërsisë. Kanë mundësi që të njihen edhe me autorë të ndryshëm shqiptar. Patjetër, po. Në këtë rast kemi zgjedhur në paketa që ne kemi të librave, është një libër i vogël, libër mund ta quajmë, sepse është vetëm me poezinë e gjuhës shqipe, dhe në bazë të saj, këtu është magjia e rokjeve. Kemi kombinuar rokjet dhe këtë mundohemi ta bëjmë dhe nëpërmjet kartonave ose dhe nëpërmjet internetit, sepse ajo që doja të thoja është që mësimi online të jep mundësinë që ti të futesh video ilustruese, video ku fëmia mundet edhe të mësoj, jo vetëm që të shoh. Dhe në këtë rast është pak më e lehtë, ose kur ti sheh që fëmia vështirësohet gjatë mësimit, mund të futesh diçka dhe fëmia ndihet pak më i qetë. Kjo të ndihmon. Dhe këtu për festën e 28-29 nëntorit, aktiviteti që ne kemi zhvilluar, dita ndërkombëtare e paqes, përsëri një aktivitet i zhvilluar me fëmijët e kursit, Alicia, vajza që ka filluar të drejtat tona nëpërmjet lojës, ajo që përmenda pak më lart, që ne mundohemi që nëpërmjet lojës fëmijët i futim jo vetëm të mësojnë, por dhe të argëtojnë dhe të mësojnë në të njëjtën kohë. Problemi është që ata duhet mësojnë të flasin. Ta flasin dhe ta kuptojnë. Ta flasin dhe ta kuptojnë, pikërisht. Është shumë e rëndësishme ky proces. Po. Këtu është një kombinim me të 4 grupet e nxënësve që unë kam, sepse grupet janë të ndara. Klase parë. Sa është numri i grupeve? Ne i bëjmë klasat e bashkuara, klase parë dhe klase 2, klase 3 dhe klase 4. Klase 4. Por shumë herë, për shembull, mundet edhe t'i ndajmë, varet nga ora e mësimit, nëse është diçka që fëmijët nuk mundet ta bëjnë bashkë, do ta bëjmë orë më vete. Nëse mundemi, do ta bëjmë bashkë. E kuptoj, shumë bukur. Pra aktivitete që shkojnë për mësimit online. Kjo është një takim që unë kam zhvilluar me prindrit. E kam bërë jo tashmë, por ka gati 2-3 vjet që çdo 3 mujor, unë bëj një takim me prindrit, i informoj për ecurinë e nxënësve, për ato që ne duam të përparojmë ose atë që ne duam të marrim nga fëmijët dhe çfarë duam ne të japim. Dhe gjithmonë ne zhvilloj dhe kjo është një, si mund ta them, një plan projekt i hartuar mbi takimin për fëmijët. Është një plan i cili ndoshta bëhet në fillim të çdo viti mësimor, ashtu siç ndodh në shkolla? Jo, ne e bëjmë vetë. Domethënë, jo se është i detyruar. Po, në bazë të kërkesave që kanë prindërit dhe fëmijët, pa diskutim. Pra hartohet një plan, jo imponuar nga dikush tjetër, po mbi bazën e kërkesave që kanë. Dhe të nevojave, kërkesave dhe nevojave, pa diskutim.
Këtu është gjatë zhvillimit të një mësimi online, vajzë dhe djemë që natyrisht janë të grupmoshave të ndryshme. Pikërisht prandaj thash, një nga sfidat që ne kemi është që të bashkosh nivele të ndryshme me mosha të ndryshme. Ju përdorni këtë metodologji. Pra, ndoshta është shumë herë me thjesht për të kuptuar, për të njohur me këto data të veçanta, në të njëjtën kohë t'i përfshim në lojë, që në mënyrë që ata të mos të ndihet si një mësim akademik. Se në fund të fundit janë edhe mësimdhënia jon ka në qendër nxënësin, gjithmonë. E kuptoj. A ka materiale të mjaftueshme mësimore për gjuhën shqipe në diasporë? Se unë e pash që ti ke bërë përpjekje maksimale aty për përdorur edhe kartonin, dhe librin digjital, dhe videot, audion, çdo gjë të mundshme. Po natyrisht vjen një moment që duhet edhe një lloj ndihme. Sigurisht, por për momentin këto janë kushtet. Dhe ne mundohemi të bëjmë me ato që kemi. Me çfarë libër punon momentalisht? Ne punojmë me librin Gjuha Shqipe dhe Kultura Shqiptare. Që është e unifikuar për të gjithë diasporën? Po, që është e unifikuar, po. Me atë libër, por nuk ndalemi vetëm atje. Unë sigurisht përdor, siç e tha. Për çfarë grup mosha është ndërtuar ky tekst? Ato janë klasa e parë, klasa e dytë dhe klasa e tretë përkasin nivelit 1. A1. Jo, njëshi është. Nuk ka atë si shta dhe zonja Iris, që nuk ka A1 ose A2, është niveli 1, niveli 2 dhe niveli 3. Ju aktualisht punoni vetëm me nivelin 1? Jo, këtë doja të thoja, unë punoj me nivelin 1 dhe me nivelin 2. Sepse nivelin nxënësve tim deri atje është. Nuk kanë filluar. Shpresoj që këtë vit të kenë nxënës të nivelit 3. Të tretë. Po, sepse libri tani ka dalë, domethënë këtë vit. Këtë vit vjen edhe një libër me nivel 3. E pastaj duket do të vazhdoj. Po, në fakt është bërë një përpjekje edhe vitin që shkoi. Madje kanë dalë dhe disa tekste, po do më thënë unë konkretisht, personalisht, për veten time, si vjet do të rejshë kontingentin e parë. Nëse na duhet i ndajmë sipas grup moshave, niveli i parë dhe i dytë, çfarë grup mosha në përgjithësi flasin? Se mund të ketë edhe një 16 vjeçar që nuk e flet. Pikërisht, ati duhet përfshihet në nivelin e parë. Pikërisht këtë doja të thoja, që kjo është vështirësia që ne kemi, sepse ai nivel mund të jetë për fëmijët e klasës parë dhe klasës së dytë të grup moshave 7 deri në 10, por ne i futim dhe ata nxënës. E kuptoj. Domethënë, kjo është sfidë për ne. Në bazë të nevojave që kanë fëmijët. Sepse nëse një fëmijë nuk e kupton dhe nuk e flet fare gjuhën shqipe, detyrimisht që ti do t'i ofrosh diçka që ta ndihmosh atë fëmijë. Dhe vështirësia jonë është që nëse një fëmijë të klasës së parë që është në moshën 7 vjet, ti do t'i vendosësh një përrall ose një video për fëmijë të vegjël, fëmijës më të rritur do t'i vendosësh diçka ndryshe. Sepse vetë mosha bën dallimin, diferencën. Po momentalisht punon me këto libra punoni. Me këto libra, gjithashtu unë përdor për fëmijët e klasës së parë, abetaren digjitale të botimeve PEGI, është mjaft e mirë për mua, po të them. Pra mësuesit i duhet dhe vetë u lumtoj tani. Patjetër. Për te ati libri që është i unifikuar, të kërkoj gjithmonë duke u referuar nevojave. Ose për nivelin e dytë, kur flasim për rasat e emrit, kohët e foljes, duhet gjesh materiale shtesë që t'ja u bësh pak më të lehtë. Me kuptoj. T'ja u lehtësosh, sepse nëse bazohesh vetëm tek teksti që ata kanë përpara, thjesht do ta shoh si një tekst që duhet ta lexoj, por jo se çfarë ka teksti, çfarë përmban ai. Mësuesit i duhet të punoj shumë. Ai është arkitekti i orës së mësimit. Domethënë gjithçka që bëhet, pavarësisht se ti mund të organizosh dhe të kesh një plan vjetor ose planet siç i kemi. Do ta bësh në bazë të nivelit të fëmijës. Unë për shembull kam fëmijë që jo se kanë probleme të artikulimit, por kanë nevojë për pak më shumë ndihmë. Atëherë, unë ati fëmije që ka nevojë për pak më shumë ndihmë, do t'i ofroj pak më shumë, por nuk mund t'a gjej te ky tekst. Atëherë do hulumtoj, do kërkoj dhe do gjej atë që unë dua, që i përshtatet këtij fëmije, nevojave të këtij fëmije dhe të këtij niveli. Melinda, për çfarë arsye një fëmijë mund ta braktisë mësimin e gjuhës shqipe? Për shumë arsye. E para sepse zhvillohet në fundjavë. Dhe fundjavën e shohin si diçka që është për argëtim. Patjetër është detyrë, po, pa diskutim. Ajo që ne mundohemi është që fëmijën ta kënaqim. Në qoftë se fëmia nuk kënaqet gjatë orës së mësimit, kjo është një nga arsyet që ai mund të largohet. Mund të largohet, po.
nuk ulim asnjëherë autoritetin e fëmijës. Pavarësisht se jemi në shtetin grek, pavarësisht se ne jemi online, prandaj dhe unë kam përdorur gjithmonë në fillim të vitit shkollor, tek fotot që pa më lart, rregullat e mirësjelljes, fjalët magjike, rregullat e klasës. Atë e kemi çdo vit. Dhe nxënësit që janë më të rritur e lexojnë për fëmijët më të vegjël, kur flasim nuk e përdorim telefonin me vend e pa vend, nën kuptojmë shumë gjëra dhe e thot i pari e mëson i dyti dhe kështu me radhë. Në këtë formë që dhe fëmija të mos mërzitet. Lojrat, një mënyrë që i bën fëmijët që të kthehen. Ka fëmijë që kanë dëshirë kukullat. Dhe shumë herë ne bëhemi si ata animatorët e vegjël me një kukull në dorë të rreshim vëmendjen një fëmie që ai për momentin nuk do të futet në orën e mësimit. E kuptoj. Të gjesh mënyra, forma të tjera. Domethënë, kjo na ndihmon. Melinda, më thatë pak më parë që keni zhvilloni edhe takime me prindrit e këtyre fëmijëve. Cilat janë kryesisht kërkesat që paraqesin prindrit? Kërkesa e parë që prindrit kanë është që fëmia të jetë, nuk po flasim për ambient shkolle, sepse ka fëmijë që ecin mjaft mirë dhe online, por që të jenë fëmijët, si mund ta shpjegoj më thjesht, më të përqendruar gjatë aktiviteteve që bëjnë. Pra të gjenden forma të përqendrosh më tepër. Jo tek unë, tek tekstet më shumë, sepse kur marrin tekstet në dorë, e kuptoj, ndjen vështirësi. Mendoj që s'do të arrin dot, kështu që preferojnë më mirë të heqin dorë se sa të luftojnë për të vazhduar. Dhe gjithmonë thonë që po sikur të ishte pak më i thjeshtë. E kuptoj. Domethënë kjo është pavarësisht se ne fëmijëve gjithmonë ja u bëjmë edhe më të thjeshtë se sa është në tekst. Sepse kur e shohin tekstin në fillim, ju duket diçka e vështirë dhe mund të tërhiqen. Po kërkesat e tua si mësuese ndaj familjes së fëmijës? Kërkesa e parë e imja ka qenë gjithmonë që fëmijëve në shtëpi t'u flitet shqip. Sepse sa do të ndihmoj mësimi i gjuhës shqipe në fundjavë, nëse një fëmijë nuk e flet shqipen në shtëpi, atëherë ai nuk e përdor dot ashtu si duhet. Është njësoj si ajo kalaja që ti e ndërton edhe pastaj të tjerë ta prishin. Pavarësisht se këta mund të jenë fëmijët apo motrat e vëllezërit. Unë atë gjithmonë kam kërkuar. Gjithmonë kërkesa ime ajo ka qenë të flasin shqip. Ku ka më bukur se të flasësh shqip? Janë fëmijë të cilët kanë me të drejtë kanë shumë vështirësi edhe për faktin që gjysmën e ditës e kalojnë në shkollë me bashkëmoshatarët e tyre grek. Nuk flas vetëm se në këtë rast kemi Majlindën, po kemi parasysh dhe fëmijë që jetojnë në Amerikë, në Kanada, në Angli, në vende të ndryshme, që janë të detyruar të flasin dhe frëngjisht, dhe gjermanisht, dhe anglisht. Kjo ja u vështirëson situatën dhe pastaj ju duhet të zgjedhin, të selektojnë në mendjen e tyre se me çfarë gjuhë duhet i përgjigjen tjetrit. Pikërisht, është dhe kjo, por është dhe kjo që ju sapo thatë, por është dhe fakti që fëmia dëgjon jashtë gjuhën që flitet dhe mendon sepse vetëm atë gjuhë duhet flas. Kështu që prindi duhet jetë i pari që ta çojë fëmijën drejt mësimit të gjuhës shqipe. Ai duhet jetë nismëtari, bashkëpunëtori jon kryesor, që ne këto fëmijë që sot nuk di të flas ose të shkruaj gjuhën shqipe, jo vetëm ta mësoj, jo vetëm ta shkruaj, por edhe ta mbroj një ditë në të ardhmen. Majlinda, ndjehesh e vlerësuar, nuk flas vetëm vlerësim moral, se unë jam e bindur që falënderime merr nga prindrit. Po pjesëmarrja në summit ndoshta ishte një lloj motivimi për të gjitha ju. Për mua vlerësimi më i madh, ndihem vërtet e vlerësuar që isha pjesëmarrëse në summit. Vlerësimi më i madh është kur shoh kolegët e mi të vlerësuar, sepse kanë shumë vite, bashkë që luftojnë, dhe gjithashtu vlerësim për mua është kur shoh fëmijët që unë bëj mësim, fytyrat e tyre të buzëqeshura, momentin kur ata e kuptojnë mësimin, dhe ai përqafimi kur ti shkon në rrugë dhe të thrasin nga pas mësuese dhe jo kiria. Ky është vlerësimi më i madh për mua. Shumë e bukur kjo. Mirë, nëse do kishe një mesazh për gjithë bashkëavdetarët tanë që jetojnë edhe përtej kufive të Greqisë? Mesazh, të flasin gjuhën shqipe, ta ruajnë të pastër atë, si elementin kryesor për çuarjen dhe transmetimin e gjuhës, kulturës dhe traditave tona të bukura shqiptare. Ta flasin shqipen, ta flasin pa pushim, pavarësisht sfidave që dalin përpara, se
ashtu si që përmendi dhe kolegja më lartë, ne të gjithë kalojmë sfida. Dhe asnjëherë nuk kemi falenderuar familjet tona, sepse familjet tona janë shtysa jonë e parë që ne na ndihmojnë të zhvillojmë mësimin vullnetar. Ajo është shtysa jonë, ajo është mbështetja jonë e parë. Dhe ne nuk i kemi falenderuar kur, me këtë rast gjej momentin që ti përshëndes të gjitha kolegët e mia, familjet e tyre, familjen time të ngushtë, bashkëshortin tim, të gjithë përkrahasit, të gjithë përkrahasit e mësimit vullnetar. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Çfarë do doni tani përveç falënderimeve, një mbështetje konkrete nga shteti shqiptar që t'ua lehtësonte këtë punë? Ajo që thash sapo më lart, që të çelet kurset të jenë brenda shkollave. Brenda shkollave. Brenda shkollave. Është një ndihmë shumë e madhe. Dhe mundësia që t'ju jepet ju pastaj të shkoni për të bashkuar këtyre stafeve dhe për dhënë mësim, se siç e thanë dhe parafolset, ka një numër të konsiderueshëm tani fëmijësh që jetojnë, që janë lindur aty, jetojnë, janë rritur dhe ndoshta aty kanë zgjedhur. Ndoshta nuk të kthehen dot kur në vendlindje, por kjo nuk do të thotë që duhet shkëputen nga vendi jam. Pikërisht, atë doja të thoja kur flasim për prindrit, ne kemi fëmijë tani të brezit të tretë. Të tretë, po. Dhe prindrit e tyre nuk dinë shqip. Kështu që ai nuk mund t'i flasë fëmijës shqip, ashtu si ai do. Sigurisht. Kështu që ai nuk mund t'i flasë fëmijës shqip, ashtu si ai do, ose mbase si dëshiron, ose si duam ne. Por në qoftë se gjua shqipe do t'i ishte lëndë me zgjedhje, do ishte brenda në shkollë, ai do ta kishte të detyruar si lëndë mësimi. Ndërsa kështu e ka pak më të vështirë, ta pranoj faktin që dhe ky fëmijë duhet të shkojë. Dhe pastaj dhe ta angazhohet në të njëjtën kohë. Melida, unë të falenderoj shumë për kohën që gjete e me gjithë ditët e lodhshme, sepse janë të gjata dhe të lodhshme ditët në summit. Të falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese për ju, për gjithë kolegët tuaj që punojnë jo vetëm në Greqi, po edhe për te shteti fëqin të Greqisë, gjithë ata mësues që japin kontribut të çmuar, është kontribut i vlefshëm që duhet të rishihet e të rivlerësohet. Dhe unë ju falenderoj, ne kemi qenë bashkë dhe në emisionet online, por kjo është kënaqësi më e madhe, sepse jam në rrëtëshën e qytetit tim, jam në këtë studio ku më solli pranë vendlindjes sime, ndihem si në shtëpinë time. Jam në shtëpi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, sot është dedikuar një puntate tërë pikërisht duke marrë shkas nga Summiti 4 i diasporës shqiptare, një organizim tjetër i shkëlqyer që pati arritjet e veta, natyrisht diskutime që do të çojnë në reflektime të ndryshme dhe në përgjegjësi të tjera të autoriteteve shqiptare në përkrahje të gjithë atyre që jetojnë e punojnë, pra të diasporës tonë shqiptare. Bashkë do të rishemi te internashme me të tjerë të ftuar, natyrisht me të tjera tema. Natën e mirë.